Kur nuk di çfarë të gatuash, kjo recetë është gjithmonë zgjidhja perfekte, e thjesht me pak përbërës dhe shumë e shijshme. Për këtë recetë na duhen 2 qepë, të cilat I presim imët. Rreth 4 speca. Tetë ose 9 domate të vogla. Në njërin do të hedhim vaj ulliri, qepën, specat, do t'i përzijmë derisa qepa dhe specat të skuqen. Më pas do të hedhim tomatet. Do ta lejmë të ziejë për disa minuta derisa tomatet të zbuten. Më pas do t'i hedhim orizin. Dhe krip sipas dëshirës. I përzijmë mirë bashk. Më pas hedhim ujin. I vendosim kapakun dhe lejmë të ziejë derisa orizi të jetë zier plotësisht. Nëse e shihni që është pak I thatë, mund t'i shtoni ujë sërish nëse dëshironi. Pasi orizi ka zier, I hedhim majdanoz. Receta është gati, një recetë e thjeshtë me pak përbërës, del shumë e shijshme dhe përgatitet për pak minuta. Nëse e provoni u bëft mirë dhe nëse video ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!